Prandaj dhe bulevardi i Flamingove duhet parë jo si një protest, po si një pasqyrë. Që shoqëria na e vuri përpara, duke na sfiduar të shohim vetveten dhe të verifikojmë seriozisht nëse e kemi mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për ta qeverisur Shqipërinë e kësaj faze 3. Të cilën në radh parë dhe me do e mos duhet ta kuptojmë ne të parët në të gjithë përmasat e saj. Unë vetë në pasqyrën e bulevardit Flamingove pash mbylljen e një epoke dhe fillimin e një tjetër. Epoka e mbyllur është epoka e mungesave. Kur një rrugë e re ishte fitore kolektive, një shkollë e re ishte feste e përbashkët, një lulishte e re pritej me duar trokitje dhe ndezja e dritave në lagje përcillej me bekime. Në epokën e mungesave, shoqëritë vuajnë përgjatë rrugëve pa rrugë të rënimit dhe të poshtrimit dhe i gëzohen çdo ndryshimi si fëmia një dhurate.